Po ta shohim tash çka ka me paraqit zotri Avdigjikun nga takimi i djeshëm me zotin Kurti dhe të shohim bashkë me kolegë deputet, cilat janë hapat me të tjeshëm. Si e keni po qartje në bërët në Marrëveshjes të diakonit? Unë personalisht ato që kam thënë në vazhdimsi e që zotri Kurti nuk ka ndonjë ndryshim të qasjes së tij në raport me institucionet ose krijimi institucione të reja që nga shkurti i këtij viti, jo vetëm nga këto zgjedhjet e mbrëmja, po kjo është qasja e tij, kjo është logjika e tij dhe besoj që është shkaqja e vështirë që të ecet tutje nëse nuk ndryshon diçka dhe nëse nuk pranon një realitet të ri demokratik që institucionet nuk duhet t'i takojnë vetëm një pale ose një njeri të udhëheq me gjitha institucionet në Republikën e Kosovës. Sa respektoni marrëveshjen nëse arrin zoti Kurti, sepse në kuvend thoshe marrëveshjet e kryesisë janë të detyrueshme për gjithë deputetët. Ne i dimë obligimet tona statutare, nuk ka nevojë askush që të na rikujtoj me asnjë deklaratë tjetër. Jemi antar të devotshëm të LDK-s dhe me shumë vite përvojë, po sidoç që të jetë, mendoj që një marrëveshje duhet të përmbajë partneritet dhe jo nënshtrem. Ndërsa në nënshtrem, nëse ndokush e pëlqen pozitën e vet para interesit të LDK-s, mendoj që është e gabuar. Cila marrëveshje për ju do të ishte e denjë? Me cilat pozita? Marrëveshjet që krijojnë stabilitet institucional, që ka partneritet të sinqert dhe që nuk janë vetëm sa për syje faqe ose sa për të përmbushur interesat e individit ose qëllimin e nënshtrimit të një partie mbi një parti tjetër. Çfarë pozita për LDK-n? Parimore.